Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Vjerri më i mirë në botë, Roza Lati i bën dedikimit babait të partnerit. Roza Lati mbrëmjen e së martës ka darë disa foto nga festa e ditëlindjes së aerofotografit dhe instruktorit shqiptar Alket Islami. Duke qenë në një lidhje me djalin e tij, Roza e ka lëshuar dorën me komplimente për Alketjen. Në Instagram dhe në storyt e publikuara, Roza ka bërë urimin për babain e partnerit të saj, ku shkruan: "Nëse do më jepi mundësia të zgjidhja një vjehër, kaq nuk ka më llafe. Një burr epik", shprehet Roza me vlerësimin maksimal për vjerrin e saj.